Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka miratuar rregulloren për sistemet e informacionit dhe menaxhimin e riskut kibernetik, e cila vendos një kornizë gjithëpërfshirëse për forcimin e sigurisë digjitale dhe qëndrueshmërisë operacionale në sektorin financiar. Ky hap pasqyron realitetin e transformimit digjital të sektorit financiar, ku teknologjitë e reja dhe përdorimi inovativ i atyre ekzistuese rrisin efikasitetin operativ dhe cilësinë e shërbimeve për konsumatorët. Megjithatë, digitalizimi sjell edhe ekspozim më të madh ndaj rreziqeve teknologjike dhe kibernetike, të cilat po bëhen gjithnjë më të sofistikuara dhe mund të ekspozojnë ndaj rrezikut ekosistemin financiar. Hartimi rregullores është mbështetur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe është ndërtuar mbi vlerësimet e industrisë dhe rezultatet e mbi 10 ekzaminimeve të realizuara në vitet e fundit. Rregulloria kërkon që institucionet financiare të adoptojnë praktika të forta dhe të qëndrueshme për menaxhimin e teknologjisë dhe rrezikut kibernetik, me standarde të detyrueshme për institucionet financiare, duke respektuar parimin e proporcionalitetit sipas veprimtarisë, madhësisë, kompleksitetit dhe profilit të rrezikut të tyre. Rregulloria lejon përdorimin e teknologjive më të avancuara të nevojshme sipas kompleksitetit dhe shkallës së operacioneve të institucioneve financiare, të cilat do të jenë në fokusin dhe vlerësimin e Bankës Qendrore të Kosovës përmes procesit mbikëqyrës, duke forcuar bazën për mbikëqyrje efektive derisa përgatit industrinë për sfidat e transformimit digjital. Përmes kësaj rregullore, Banka Qendrore e Kosovës ofron një kornizë të qartë për institucionet financiare, duke i ndihmuar ato të adoptojnë praktika të sigurta dhe të qëndrueshme që mbrojnë jo vetëm infrastrukturën teknologjike, por edhe stabilitetin e përgjithshëm financiar dhe besimin e publikut dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve.